Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin. Jam këtu pranë jush për të ndarë një rrëfim të radhës, këtë herë jo me letër, por dua ta them nga historia që mua ma ka treguar vetë zonja. Do të tregoj një histori shumë të ndjerë, një histori të një nënës shqiptare, e cila po kalon vërtet një vështirësi, le ta themi, në jetën e saj. Ditët në jetë nuk janë gjithmonë të bukura. Ne mendojmë që jeta të na shkon gjithmonë me lumturi. Ne duam që jeta të na falë gjithmonë pozitivitet, por fatkeqësisht nuk është e tillë. Historia lidhet me një martesë në vitet e hershme të një gruas e cila ka patur një martesë më parë, domethënë ka patur një martesë të vështirë. Është martuar për herën e parë në qytetin e saj. Burri ka qenë një matrapas, ka qenë një ordiner, i cili e ka maltretuar, e ka keq trajtuar. Ja ka thyer shpirtin me tmerrin që ja ka krijuar kësaj gruaje. Nuk kanë qenë pak vite, kanë qenë goxha vite që kjo grua ka qëndruar në atë martesë, duke përjetuar çdo natë dhunën, duke përjetuar çdo natë tmerrin dhe duke përjetuar çdo natë stresin që ky zotëri, që nuk mund të quhet zotëri sepse një burr që vendon dorë të një grua nuk është zotëri, ja ka krijuar kësaj gruaje. Në thelb është shumë e dhimbshme, por unë gjithmonë kam thënë që nënat shqiptare, gratë shqiptare kanë treguar të jenë heroina sepse aty premtimi të dhënë për një martesë në fillimet e tyre e kanë mbajtur deri në fund dhe kanë patur një shpresë që burri do të ndryshon, vetëm që unë të mos të ndroj burr. Edhe në fakt kjo mua më bën që të ndihem krenar që janë nënat tona shqiptare, domethënë që din të na japin gjithmonë atë krenarin, realisht që nuk ekziston nëpër vendet e tjera. Thën kjo, gruaja nuk ka duruar dot më dhe ka vendosur që ta prish këtë martesë. Është ndarë me mirë kuptimin e familjes, domethënë pas një kohe familja kanë kuptuar që vajza vërtet është në hall të madh dhe vërtet po kalon dhunë të tmerrshme pa arsye. Domethënë arsyeja ka qenë alkoolizimi i burrit të saj, edhe tortura që burri ja ka bërë pasi që i ka humbur gjithë lekët. Domethënë fare pa arsye. Dhe pikërisht kjo gjëja i ka bërë familjarët që të marrin këtë zonjën edhe ta heqin nga kjo shtëpi dhe ta kthejnë në shtëpinë e tyre. Por mentaliteti atyre viteve ka qenë pak e vështirë, me thënë drejtën, dhe gruaja është detyruar që të martohet. Është martuar larg qytetit saj, në një qytet krejt tjetër, në një mentalitet tjetër, në një kulturë tjetër, në njerëz të tjerë, të cilët për herë të parë kur ja kanë prezantuar burrin e saj dhe profesionin e burrit e kanë gënyer. Domethënë e kanë mashtruar. Dhe kjo ka bërë një matematik të thjeshtë. Unë jam një grua e ndarë, Shqipëria do të më paragjykon, nuk do të më jep këto lukse që unë si grua i meritoj dhe hajt po martohem në këtë vendin se edhe nuk ka thënë dot jo nga që prindërit më kanë vendosur, domethënë që kjo gjë të bëhet. Është bërë martesa si është bërë dhe gruaja ka gjetur në atë shtëpi plot fëmijë, po fëmijë të rritur, jo fëmijë të vegjël. Ka jetuar me burrin e saj plot vite. Vitet i ka patur të arta në martesë, ka qenë një burr që e ka respektuar, e ka nderuar, nuk e ka bërë asnjëherë që të ndihet e thyer, nuk e ka bërë asnjëherë që të ndihet e lënduar, nuk e ka bërë asnjëherë që të ndihet e mërzitur, përkundrazi domethënë ka qenë mbështetje, ka qenë përqafim i gruas së vet. Por gjithsesi, domethënë, kjo grua nuk ka ndaluar së kontribuari në familjen ku është martuar që gjasme të bën një vend të mirë, domethënë të jetë një nën në një farë mënyre për familjen e vet. Me vdekjen e burrit, gjërat kanë ndryshuar. Sot, dje par dje, ka ndryshuar raportin familje. Kjo grua nuk merr më dashuri nga fëmijët e tij, edhe pse është kujdesur, i ka respektuar, i ka nderuar,
ju ka dhënë përqafimin, do me thënë është bërë një nën për to, ju a ka rritur fëmijët atyre. Dhe sot kjo grua merr ofendime, merr nënçmime nga nusja e djalit, e lëndon, edhe pse është e vetme, nuk ka njeri, ja thyen shpirtin, i thot fjalë të cilat jam i bindur që kur ajo grua futet në dhomën e vetmis, ajo është nëna më e thyer në botë edhe vetëm qan, ndoshta duke biseduar me Zotin, me Krijuesin dhe duke i thënë: o Zot, pse ma fale mua këtë jetë? Pse unë duhet të kaloj këtë sprovën? Por është një grua me shpirt madhor që mua në bisedën që kemi bërë më tha që unë përsëri them, është mendja e njeriut që i bën të gjitha gabimet. Njeriu që ka mend, njeriu që është i zgjuar, nuk i bën këto gabime dhe nuk bie në nivelin 0, që do me thënë ta then zemrën e një vajze, një gruaje, një nëne kaq shumë. Dhe për këtë pikën, unë dua ta falenderoj publikisht këtë grua që pa marrë parasysh jetës si ka ardhur, pa marrë parasysh situatave të jetës, ajo vazhdon të jetë një grua me plot kuptimin e fjalës, më besoni, tani që po e them, sinqerisht po emocionohem, një grua që po respekton dhe nderon të gjithë fisin dhe familjen, dhe një grua që po bën për vete të gjithë njerëzit të cilët e takojnë. Tani kjo gruaja është në hall, jeton vetëm, por duron edhe nusen. Dhe pyetja që në fakt kjo grua dëshiron ta përçon tek publiku është që edhe sa do të duroj unë, do me thënë edhe sa do të më shkon mua dita dhe nata, duke më ofenduar, duke më poshtëruar, duke më neglizhuar, duke mos më quajtur si person të familjes së tyre. Do me thënë, edhe pse unë kam hyrë me plot bindje, ju kam dhënë dashuri, ju kam dhënë respekt, ju kam dhënë vlerë, ato përsëri mua nuk më kanë quajtur si person të familjes së tyre. Nuk më kanë nderuar, nuk më kanë respektuar, përpos që më kanë ofenduar, më kanë goditur, më kanë sharë dhe më kanë lënduar kaq shumë në zemër sa që unë qaj me hënën. Do me thënë, është pikërisht kjo gjëja që unë dua të marr mendimin tuaj se si e shikoni ju këtë raport, si e komentoni ju këtë raport dhe çfarë në fakt ju mendoni që duhet bërë në këtë pjesën që kjo grua të jetë e lumtur, e qetë, e gëzuar edhe e pavarur në familjen e saj. Dua të marr mendimin tuaj.